Miri flet hapur për martesën. Çfarë i tha bashkëshortes para hyrjes në vit 5? A është ajo vërtet liberale? Miri ka vendosur të thyej heshtjen dhe të flasë më hapur se kur për jetën e tij personale, duke zbuluar detaje interesante nga bisedat që ka pasur me bashkëshorten para se të hynte në Big Brother VIP 5. Gjatë rrëfimit të tij, Miri tregoi se e kishte paralajmëruar bashkëshorten për gjithçka që mund të ndodhte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. I thash që do të hyja aty, por ta kishte parasysh se çfarë mund të ndodhte. Ajo ishte dakord dhe më tha, e di që më tha, më plasi tani do të hysh, është shprehur ai. Këto fjalë kanë ndezur menjëherë rrjetin, duke ngritur pikpyetje të shumta. A ka Miri mbështetje të pakushtëzuar nga bashkëshortja? A është ajo vërtet aq liberale sa po aludohet? Dhe a justifikojnë këto deklarata sjelljet e tij brenda shtëpisë? Publiku është i ndarë mes atyre që e shohin këtë si një marrëdhënie të bazuar në besim të plotë dhe atyre që dyshojnë se pas kësaj lirie fshihet diçka më shumë. Mbetet për t'u parë nëse Miri do të zbulojë edhe më shumë detaje, apo nëse kjo deklaratë do të sjellë reagime të tjera jashtë shtëpisë së VIP 5.